Kemi nisur nga puna në fakt, bashkë me zonjë Vjosa, po bëjmë gati për bërësit për të gatuar bashkë me... detyrat, se qa duhet të bëndë. Ja, domatet lava. Tani, për shfa na duen domatet? Shoqërojmë një recet? Atere, unë sot kam vendosur të sjell fole, makarona, të mbushura, me mish të grirë. Kam zgjedhur këto makaronat që zakonisht ne i përdorim për supë. Tamam si fole. Po, tamam si fole, vërtet. Zojgjve të pranverës. Është vërtet. Dhe do t'i mbushim brenda. Kjo është një makaron që zjen shumë shpejt. Dhe unë kam zgjedhur që ta bëjmë në tigan. Është kusht. Unë i kam ngarkuar një detyrë vetës në fillim, që të gatuaj gjëra sa më të thjeshta. Dhe mos na e shumë kohë. Po, e përsëris për ndonjërin që s'ka qenë në Shqipëri, ka ardhur sot, po na dëgjon për herë të parë, dhe mirë se të vini në emisionin tonë, se këtu do të gatuajmë shpejt, shishëm dhe shëndetshëm. Atëherë, kam marrë 400-500 gram makarona, kam 2 gota qumësh për këtë sasi, nëse do të jeni më pak 2 veta në shtëpi, atëherë do të mjaftonte edhe 1 gotë qumësh. Kam 3 lugë ajk, e kemi spjeguar se çfarë është ajka, jo pana, ajk. Kam 1 kokër qep të vogël, të grirë shumë holl, kam 200 gram mish të grirë dhe 2 domate, 1 domate, mvaret sa do të përgatisni ju. Vetëm do t'i vendosim nga një fetë sipër që avulli domates, lëngu i domates, ta zbuti, pjesën e sipër me, mbasi poshtë ne do të hedhim dhe qumshin me ajkën. Pa vezë, nuk do të përdor vezën, është e mjaftueshme, mbasi proteinën ne do ta marrim nëpërmjet mishit. Atëherë, fillojmë punën që të fillimisht do ta që e shoqërojmë dhe me një sallatë, meqense kemi këto përbërësi që vazhdojmë në pjesën tjetër. I them janë visave që frutin e luleshtrydhes ne mund ta konsumojmë ashtu siç është. Nëse nuk e konsumojmë ashtu, na teket për ëmbëlsirë, kemi bërë ëmbëlsira. Ama unë kisha në frigorifer, pse jo, ne do ta vendosim dhe në për sallate, është shumë ushqyeshme, me fruta të thata, me pak arra, me një çik djath kaçkavall, parmixhan, unë kam djath lufra në tavolinën time dhe grime atë rendën e patates. Perfekt. Që të dyja pjatat do të shoqërojnë njëra tjetrën. Pjatën dhe mjaftojmë për sot. Mendoj që është mjaftueshëm për një drek të shishme. Tani qumshi sigurisht, mbasi këto lloj makaronash zjen shumë shpejt, nuk duhet ta hedhim qumshin e ftohtë. Nëse ta hedhim qumshin e ftohtë, atëherë makaronat do të na bëshin si qull. Prandaj, unë po e ngroh pak qumshin, ndërkohë do të vendos tiganin dhe do të skuq pak qepën me vaj ulliri. Ne kemi grirë fillimisht në çop-çop. Po. Ky është momenti që ne do të përdorim yndyrën. Vetëm yndyrën që do të hedhim tek qepa dhe tek mishi. Ajo shpërbëhet në të gjithë pjesën e makaronave dhe është mjaftueshme për ta konsumuar. Pastaj është edhe yndyrë. Të gjitha folet, kështu që mjafton. Po. Tani e shohim vajin sa të na ngrohet një çik. Të hedhim fillimisht qepën, më pas mishin besoj. Po. Dhe këtu unë do të filloj sa të ngrohet pak vaj, të pres domatet me gjithë lëkurë siç janë, nuk do t'i qëroj, në feta të tilla. Këto do të shërbejnë, siç thamë, si kapele? Këto si kapak. Kapele, kapak. Mbulojnë makaronat. Bikok do të vihen. Mbuluese të foleve. Po. Do të pres domatet, kështu, dhe do t'i bëj gati. Ndërkohë ti Niki mund të fillosh çik me sallatën, ë? Filloj ti vendos përbërësit. Spinaq, kemi marrë ti zonja Vjosa këtu me gjethe të vogël. Po, spinaq, kam aty rukola. Mund të vendosni çfarë të dëshironi ju. Mund të vendosni sallatë jeshile. Mund të vendosni unë frigorifer, kam dhe një çik radikjo, po si ishte nevoja, pasi pjesa jeshile e sallatës është e plotësuar. E kam brenda diçka të kuqe, si me thënë, shumë mirë. Kështu na kemë mësuar me dorë t'i presim. Po, me dorë. Gjethet, sallatat. Shumë mirë. Këto gjethet ishin aq të vogla që edhe mund mos i prisnim. Që edhe mund mos i prisnim, po meqense këto do jenë më të vogla, thash, me marrë gjithë tufën. Ato, edhe ato një çik. Për gjysmë, nuk është nevojë. Kështu po. Bravo, shikon? Thonë që bashkimi bën fuqi, po Niki e fortë.
Lule shtrydhe do t'i lëmë kështu? Lule shtrydhe do t'i presim Të bëjmë në kubik, feta. besoj. I vëm qepës një qik kapakun që të na zbutet se duhet ta gatuajmë mirë pjesën e mishit, për arsye se nuk do të kalojnë shumë kohë në tiganë. Niki, vertikalisht mendoj unë, më mirë. Në shkopin të mëdhenj. Ose në katërsh. I hedhim pak krip brenda. Çuditërisht kripa ndonjëherë luan rolin e forcon për shembull mishin po t'ja hedhim që në fillim, por në rastin e qepës e zbut. Mirë do t'ishte t'ja kishim hedhur krip edhe qep që në fillim e t'i vendosnim kapakun, akoma dhe më mirë do t'ishte, po unë nuk kam kohë, prandaj po e bëj në këtë formë. Qumshi u nxe mjaftueshëm. Tani hedhim mishin. Ti trazojmë derisa mishi të ndryshojë ngjyrë, të lëshoj dhe ujin e tij. Thash është një recetë shumë e shpejtë. Këtu vetëm krip dhe piper të zi. Asgjë tjetër nuk do të hedhim. I vendosim dhe këtu kapakun. Po i bëj dhe këto të dyja me qëse. Mund t'i prisnim edhe për së gjati, po... Jo, shumë mirë edhe në kubik se ishin shumë të mëdha. E presim pas edhe pak djathin. Djathin me atë grishten e patates, Niki. Do thoni ju çfarë dressingu do t'i hedhim këtu. Aceto, balsamike, uthull të stazhonuar, që vjen pak si më e trash. Pak vaj. Ta edhim dhe ato dhe t'ja bëj kështu nga kjo anë. Dhe nëse do të kemi boll shumë djath, nuk është fare nevoja t'i hedhim krip. Po. Ndryshe mund t'i hedhim shumë pak. Okej, edhim pastaj djathin, sepse kemi hedhur qepën dhe mishin tek receta e parë, ndërkohë ne do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi për të vazhduar punën. Do ju presim. Mish të u bashkuat, makarona të mbushura me mish dhe qep, është receta që sjell zonja Vjoca për ju sot, shoqëruar me një sallatë shumë të bukur, që ta përfundojmë përballë jush. Zonja Vjoca ka filluar me mbushjen. Po, siç e shikoni, të gjithë teleshikuesët, këtu nuk kam gjendje të lëngshme, është vetëm yndyra dhe mishi. Pra, ishte kohë mjaftueshme që qepa dhe mishi të gatuhenin, për arsye se thash, do të jetë gatuar mirë, mbasi nuk do të kalojnë shumë kohë, maksimumi do të jetë 8 minuta. Koha që do të kalojnë pjesa e foleve, desha të them, në zjarë. Po, fole me mish, me makarona të mbushura me mish. Ja. Sa nuk desha të më kalon. Ishte fiks për të gjitha makaronat, sasia e... Ja. Më mbushën mjaftueshëm. Tani, gjatë kohës që makaronat do të zbuten, sigurisht do të hapen dhe pjesa e mishit do të hyjë brenda. Pritson, kisha nxjerrë këtu dhe djath. Po. Unë do t'ja hedh djathin në sallatës ndërkohë, meqense... Po, ndërkohë do t'i vendosim këtu nga një fet domate. Fja e thara atë më shumë. Për t'i mbuluar, si që thamë. Po. E shpjegove që parë që avulli i domates, kur të... E zbut pjesën e sipërme, a? Po. Edhe shumë dekorative si recetë, përveç se e shishme dhe shumë e shpejt. Po, shumë e shishme është. Ja, tani të nxjerr dhe djathin kaçkavar. Ndërkohë, edhe sallatën paralelisht po e përfundojmë. Kemi hedhur spinaqin, rukolan, lule shtrydhe, po hedhim disa ara, pra që përbëjnë frutat e thata, të kombinuara me një frut tjetër, siç është lule shtrydhe, dhe më pas të përgatitet zonja Vjoca atë dressingun. Tani do të hedhim në çdo domate, do të hedhim djath kaçkavall. Kaçkavall, lufra, unë e kam grirë, e kam bërë gati në tas.
Besoj se mjafton kaq djath. Ja. Është një recetë shumë e shpejtë. Ai do shkri kaçkavallin, Po do sigurisht ngjitet, do imagjino sa shkri. bukur që do duket derisa ta. Tani këtu kam holluar ajkën me një pikë qumësht të ftohtë. Do t'i hedh pjesën tjetër të qumshtit, që e ngroha. Ja, kajmaku. Dhe? Këto po i largoj unë, me qënë se të Po, me ato mbarove me këtë përfunduam. pjesë. Pra, nuk do zjejnë me ujë si që kemi zjerë gjithmonë makaronat, por është kjo sasi. Që edhe i zbut, edhe në fund fare, si do dalin në fund? Do dalin në... Në fund do talin që kur ta hash do t'ju Jo, e kam tregosh fjallën dhe analisave. jam shumë e sigurt për shijen, po do të jetë e lëngshme apo jo? Jo, Do të absolutisht. thithet nga makaronat. Ja mjafton kaq, Okej. do t'i vendosim kapakun dhe ta vëmë në zjarr. Avujt, lëngu i domates, këtu, në një temperaturë sa po të fillojë të valoj, nuk do të kalojnë më shumë se 8 minuta dhe gjithçka do t'jetë gati për tu konsumuar. Ndërkohë, do të bëjmë pak edhe dresingun Salatës. e sallatës. Ndërkohë, sa të filloj me dresingun, do më lejosh t'i lexoj edhe një herë përbërësit e recetës që ne vendosëm në sobë, sepse ka përfunduar dhe po presim duhen disa minuta për të zjerë dhe për t'i servirur te Q. Pra makaronat të mbushura me mish dhe qep, solli zonja Vjolca në këtë pjesë gatimi, për cilën ka përdorur 320 gram makarona, 1 kokër qep, 1 ose 2 kokra domate, 100 gram mish i grir, 1 gotë qumësh, 70 gram djath kaçkavall, 3 lugë gjelle ajk, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi. Këto janë përbërësit të cilët të gjithë janë vendosur tek ky tigan. Po, krip dhe Janë piper të momentin e zi, zgjerjes. Kima që Po patjetër, ajo ishte... Po, tani vajin e ullirit ku e kam? Po, përgatisim tani dresingun e sallatës. Pak aceto, pak vaj ulliri. Shumë vaj ulliri, Okej. pak krip. Ja, unë i hoqa ato, mendova se i përfunduam. Kështu që i trazojmë, nuk e dia do kemi kohë zonja Vjolca për ta serviruar të sa minuta ta lëmë të zjejnë? 8 minuta. 8 minuta, Sepse janë është makaronat e holla, nëse ne do të kishim makarona më të trasha, që mund t'i kishim zjerë pak vetë, shumë pak një 4 minutë, zbuteshin pak, po. dhe pastaj mund t'i bënim ato folet, kështu, duke i marrë makaronat me një pirun të posaçëm, duke i bërë rreth, ose thjesht me dorë, grobza të vogla, dhe i mbushnim, atëherë mund t'i vendosnim dhe në furrë, e njëjta procedurë, siç vazhduam, këtu tek. Ja dhe aceto. Harat ja hodhëm? Po. Po, i kemi hedhur të gjitha dhe djathin. Po. Ja dhe lugët, që mund të trazohet salata. Megjithëse kjo sallatë do të ishte Shumë e mirë shëndetshme, të sallatë që i trazohej përket me dorë, stilës. me dorë trazohet kjo sallatë. Unë i kam duar të lara. Ja. Ja. Shumë lehtë, shumë lehtë, shumë lehtë. Ja. 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 Që të merret komplet sasia e Të dresingut. marinohen të gjitha. Harat, lule shtrydhet dhe... Komplet. Okej. Zonja Vjolca, shplaj duar dhe na shpjegoj edhe një herë pjesën e recetës së parë, që ne kemi vendosur në sopë për të zjerë, derisa ne ta përfundojmë këtë pjesë, edhe t'ju themi që të gjitha recetat që përgatit zonja Vjolca mund t'i lexoni edhe në balkanu.com për të marrë dhe për të shënuar përbërësit dhe procedurën e punës. Aty i shënojmë të gjitha bashkë me videot e gatimit dhe jo vetëm videot e gatimit, por edhe videot e bisedave që zhvillohen këtu në Vila 24. Është një recetë Makaronat. shumë e thjeshtë. Ja. Sa po kanë filluar të E ulim pak shkrijnë temperaturën, djathi. basi për momentin e kishim shumë të lartë. Ja. Djathë Përfitojmë fillon nga të shkrin, e mbulon komplet si kapuç dhe serviren me sallatë, është gjëja më e shijshme që mund të konsumohet. Atëherë shumë e thjeshtë, marrim makaronat, i vendosim që komplet sipërfaqja e fundit të tenxheres, tiganit, çfarë keni ju në shtëpi, të bllokohet, që mos kenë vend ato të hapen. Po.
Po të ndihmoj njëra Një tjetrën. kokër qep mesatare, 200 gram mish të grirë, 3 lugë, 4 lugë vaj ulliri, ka urdisim qepën sa të zbutet, mishin, i ka urdisim në momentin e fundit hedhim pak krip dhe piper të zi dhe lëmë njan. I mbushim të gjitha folet, pa i shtruar vaj fare në fund të tenxheres. Do të konsumohet vetëm vaj që do të hedhim në tigan për qepën dhe për mishin. I mbushim ato grobzat me kimën që përgatitëm dhe më pas marrim 3 lugë ajk, do thot në njëri nga ju, a bëhet pa ajk? Po, a Po të bëhet, po pa tjetër që bëhet, vetëm se ajo ajka i jep një shije të veçantë. Po, atëherë, më falë, do t'i mbyllim ato grobzat që mbushëm me nga një fet domate të vogël. Avulli domates, edhe sigurisht dhe i djathit, nuk e lë që të bëhet kërse në fund. Po. Dhe mban të butë. Pastaj trazdojmë ajkën thash me qumshin, do t'jetë pak e ngrohtë që mos ta hedhim të ftohtë për arsye se në kontakt me të ftohtën, siç është zakoni i të gjithë pastave, rregulli që ne i valojmë ato në ujë të valuara. E ngrohim, i vendosim në zjarr 8 deri në 10 minuta dhe gjithçka do të jetë gati për të konsumuar. E shihni edhe një herë menun të shfaqur në ekranin tuaj për të shënuar përbërësit nëse ju pëlqeu kjo recetë dhe dëshironi ta gatuani në shtëpitë tuaja. Sigurisht i duhet dhe pak. Po, do dhe pak, se s'kan sepse makaronat vetë e kishin një minutazh të tillë për t'i servirur më pas. Po. E u tregojmë deri këtu ku kanë arritur, Anvisa. Nuk besoj se do kemi kohë ta presim deri në fund, si duhen dhe sa u bën tani, u bën 3 minuta. Duhen dhe 5 minuta, po ne kemi kaluar minutazhin zonja Vjoca, kështu që nëse do t'i linim edhe një 5 minutësh, sigurisht kjo do ishte pamja, po thjesht më të zjera akoma për të konsumuar. Shpresojmë t'ju kenë pëlqyer të dyja recetat. Këto ishin gatimet që ne sollëm për ju sot, ndërkohë si që kemi gjithmonë zakon në mëngjes, në pjesët e para të gatimit, ne i ftojmë Anvisa të vinë edhe të jenë pjesë e këndit tonë të gatimit me numrin e telefonit që do të shfaqet në ekranin tuaj. Ju mund të bëheni direkt pjesëtare Anvisa në këndin tonë të kuzhinës. Zonja Vjoca ju mirëpret të gatuani para nesh dhe para të gjitha Anvisave kudo që ndodhen. Telefononi në 68 90 43 315, tek ky numër mund të telefononi vetëm për të regjistruar. Ju që keni pasion gatimi dhe që dëshironi të na mahnitni edhe ne me pasionin tuaj, me gatimet tuaja, mund të telefononi dhe të regjistroheni. Ne do t'ju marrim në telefon. Kur të keni radhën për të gatuar, ju mirë presim, si kundër kanë telefonuar shumë Anvisa dhe ne i falenderojmë të gjithave e servire një pjesë. Jo, nuk e servira, për t'i thënë Anvisave që kur ta konsumoj. E kish me merak. Po, kur ta nxirë në pjatë, ajo do t'jetë shumë e rregullt dhe do t'jetë brenda e mbushur me kim dhe veza dhe do t'jetë shumë e shishme, po, edhe simetrike, shumë estetike për t'u nxjerrë në tavolinë dhe me një kosto fare të lirë. Shumë të konsiderueshme. Ashtu janë të gjitha recetat që na sjell zonja Vjoca dhe e ke parasysh këtë gjë. Ndaj ne do të shkëputemi këtu për t'ju treguar që Ballkanu e Pikuam, mos harroni të klikoni jo vetëm për lajmet që u lexoni çdo ditë, por edhe për recetat që sjellim e sigurisht për zhvillimet që ne kemi këtu në Vila 24, për bisedat që zhvillojmë me të ftuarit tan. Sigurisht na gjeni edhe në YouTube, Këndi i Kuzhinës Vila 24, mjafton të klikoni për të parë gjithçka ne realizojmë në Vila 24. E mbyllim si gjithmonë me ujin fat për të falenderuar ty zonja Vjoca, sigurisht për të lënë takimin me Anvisa dhe me publikun ton për nesër në orën 9 në Këndin e Kuzhinës, ndërsa Vila 24 vazhdon, ndaj mos u largoni. Miropafshi.